Komisioni i Ligave dhe Garave ka përcaktuar kalendarin e Superligës për 3 javët e fundit të vitit 2025, java 16 që zhvillohet në 13 dhe 14 dhjetor, ndërsa java 17 është programuar të luhet në 19 dhe 20 dhjetor dhe java 18 që është e fundit do të luhet në 23 dhe 24 dhjetor. Sipas kalendarit në fjalë, për javën e 16, Vllaznia pret në shtëpi Bylisin, ndeshje e programuar të luhet në 14 dhjetor në Loro Boriçi, duke nisur prej orës 16:30. Për javën e 17, Kuqeblu do të udhtojë në kryeqytet për klasikën e futbollit Tirana-Vllaznia, ndeshje që do të luhet në orën 13:30 të datës 20 dhjetor. Viti 2025 do të mbyllet me javën e 18 me një ndeshje sërish në shtëpi për Vllaznin, që pret në Loro Boriçi, flamurtarin e Vlorës, pas ditën e 24 dhjetorit, ora 16:30. Në pritje të ballafaqimit me ballëshiotet e Bylisit, takim që luhet në orën 16:30 të së dielës, pas pushimit të së martës, një ditë pas takimit të transfert me Elbasanin që u humb 1-0 përmes polemikave të shumta, Kuqeblut ka nisur përgatitjet. Ndeshje kjo që për teknikun Edi Martini ka një mungesë të rëndësishme, siç është ajo e qendërmbrojtësit Elman Dogjini, i cili në ndeshjen e javës së kaluar me Elbasanin u ndëshkua nga gjyqtari Ferataj me karton të kuq. Pjesa tjetër e skuadrës duket se është e plot, duke dhënë mundësi Kuqebluve që të shpresojnë për një rikthim tek fitoria që mungon tashmë prej 4 javësh.